t'ja lëm prokurorit në dorë, domethënë pavarësisht është e vërtetë kjo që thotë Mondi qëndron. Prokurori nuk ka dash me marrë këtë çështje. Pra, nuk ka dash, domethënë ka qenë 15 vjet. Ja të dyja palët të përfshira. Janë kjo çështje, më fal, nuk do që të zbarret, askush nuk ka dashur nga palët, si pozita dhe opozita. Dhe janë bërë disa veprime që mas 21 janarit, domethënë qoftë libri Pamir Topit, ish presidenti, se s'kishte për ta bërë këtë pjesë. Pra që në emër të 21 janarit tregon edhe thuhen lavde, sigur dalin gjithë si heroj që bom këto, bom ato. Por e vërteta janë këto ngjarjet mas 21 janarit që tregojnë ngjarjet ndodhura njëra mas tjetrës, që të lesh dyshimi që këtë dosje s'kan dash me zbardh. Pse për shkakun, po marr një episod. Po kthehem edhe një herë. Tash Bartë ministri brendshëm Lulzim Basha. Lulzim Basha ju jeni ndjeni që u bë kryetari i Partisë Demokratike. Partia Demokratike me ish prokurorin e përgjithshme ka pasur një retorikë shumë tashme. Po, në vërtet. Një thënie, domethënë thënie publike, fjalë fyse, ndërkohë Partia Demokratike kur bëhen zgjedhjen vetin KPA, i në Ramën e zgjedhin vet në KPA. Tash si shkon kjo punë? Pra ka diçka që shkon. Sepse o e shan o nuk e shan, dhe fjala shan. Pra vullneti politik është i marrum aty. Se vendose vetë se janë 250 kandidatë që në zgjedhjen tjetër. Që këtu mund lind era që edhe për ngjarje të tjera, që si me kontradikt, po kontradikt dhe tregon që këta tregon atë që se janë të dy palët politike që e kanë zgjedhur këtë person. Se mos harrojnë kemi edhe ngjarjen e Kosta Trebickës. Që kjo prokurore bëni si aksident. Ndërkohë që ka dyshime të forta që gjetën dy fshatarë, po të kenë parasysh që thonin që iku makina kollotumba. Po tash ajo nuk është kollotumba aty, sepse ishte me mjete maskoke apo pra, është kjo ngjarje. Siç edhe vrasja e Sokolov Dashi, si mund të hapet Kafka? Shumë ngjarje. E një personi. Janë shumë ngjarje të cilat janë mbyllur nga këto. Dhe e vjen këtu, atëherë unë e quaj shpërblim si pasojë e dështimit dosjeve. Dhe ne, pse e themi? E themi se janë konstatuar nga gjykatat më të larta, se shkeljet procedurale konstatohen nga gjykatat më të larta. Pra, kur thot gjykata ka shkelje, ka marrë fund filmi. Pra edhe nga gjykata Strasburg janë konstatuar shkelje. Atëherë, si janë leju këto shkelje? Njerëzit që bëhen shkelje i kthen. Dhe kjo na sjell një farë pesimizmi, që është pesimizëm që palët politike këtë dosje e duan të mbyll. Edhe vetë prokurori deri në fillim. Urojmë që të mos jetë kështu. Pra që zbardhet, kjo ngjarje zbardhet. Për hir se është rreziku jeta e shumë personave. Pra mund të ishte në vend Ziverit, mund të ishte një tjetër, se plumit nuk është se është personi që ka qelluar, ata kanë qelluar në turp. Mund të ishte një viktim tjetër. Dhe për hir jetës, për hir drejtës jetës në 2 të konventës evropiane të tjetër, njëri kjo çështje duhet zbardhet. Por me sa shoh e kanë zgjedh palët, e kanë luajtur. Këtë herë sikur flitet underground që Amerika po ndihmon në Shikoj, nuk merret njëri Amerika s'di ku ka Terezit e veta, mos ec me atë vendim. Nuk e shikojnë atë pikë. Shikoj, unë eci me mendimin vetëm kaq. Si mund të shkosh në një protest që këtu unë i vë ka pak kësaj dosje. Jo ka pak, po i marrë direkt të akuzuar, sepse ata kanë vajtur me armë luftarake dhe kanë gjujtur me fishek luftarak. Kjo në protesta nuk të justifikon, se ka plot mënyra, ka dhe mjete neutralizuese. Kur pjesa e përballjes nuk është e barabartë, ti nuk mund të jesh ti superior, ta gjuash me armë luftarake aq më tepër që aty ka shpëtuar kohë njerëz të tjerë. Sepse aty mund të bëj një hata e zezë e jashtëzakonshme. Sepse vetëm hekurat e kryeministrisë, kur gjuanin, bënin rikoshet tek shufrat e hekurit. Po, e vërtet. Dhe kjo ka qenë situata. Tani, për ta zgjeruar bisedën, por rrim sërish brenda drejtësisë. Pak ditë më parë, kreu i SPAK-ut Altin Dumani ka zhvilluar disa takime në Bruksel, është kthyer në Tiranë, ndërkohë kemi një deklaratë të lëshuar disa ditë më parë, faktikisht të ambasadës amerikane në Tiranë, ku shtohet siguria, truprojat, mbrojtja e kreut të SPAK-ut, ndërhyrë në shërbimi sekret amerikan dhe një çështje që ka ngjallur diskutime. Kam për prokurorin këtë avokat. Ka diçka këtu për të komentuar apo çështje protokollare rutinë? Sepse ai ka folur këto ditë edhe në takimet e fundit në Bruksel, që është kërcënuar shumë nga politika, nga krimi, nga media. Ka lidhje kjo me
Normal që ka lidhje, sepse kur siguria është, sepse tani po të kemi parasysh edhe sot që diskutojmë, Zoti Dumani ka një numër caktuar persona që e ruajnë. Dhe jo, dakord, por shtuar e kanë fjalën. Fjala e shtuar do të thotë që kemi një informacion që mund të rrezikohet, domethënë, jeta. Mbrojtja e tij është trajtuar në Bruksel etj. Ai vetë është shprehur dhe në deklarata publike, pa kur shprehet një prokuror. Tani që jam cënuar dhe është rrit numri i rojeve, sepse po të ndodhi një diçka aty dhe shteti shqiptar, kuptimin policisë shtetit, që sepse policia e shtetit merret me mbrojtjen e fizike të Dumanit, forcat e gardës republikës, mbas ligjit këto merren me mbrojtje. Janë dhe shërbimet e tjera të policisë, të cilat janë në funksion të spakut. Dhe mendoj që ka lidhje edhe me ngjarjet, me retorikën politike. Ai është ndjer i kërcënuar, sepse kur ndihet një person i kërcënuar, se ka raste edhe unë për shkak detyrës ka dalë personi, ka thënë do të vras. Pra në mënyrë ka dalë një person para shumë, do të bëj këtë, do të bëj atë. Ai është ndjer i kërcënuar. Tani sa janë reale këto apo jo, është gjë tjetër. Por kur një person ndihet i kërcënuar, shihet nga ana subjektive e vet personit. Pra nëse ai ndihet i kërcënuar, duhet të tregoj shkaqet ose një mesazh që është diskutuar, nuk e di ç'a informacione ka, aq më tepër nga shërbimet e huaja. Sepse dhe shërbimet e huaja, siç e dim, ka. Mendoj që shtimi i sigurisë është diçka e mirë që mos që të eliminohen dhe i pasojë mundshme. Kjo është pak a shumë. Po. Të ndalesh edhe unë pak te kjo pjesë, e para një që unë bie dakord me ato të cilët ka thënë zoti Dumani, pasi po ta shikosh këto vite, 6 vite që ka filluar struktura e posaçme, ka prishur ekuilibra, ka prishur balancë. Dhe personazhet veçantë, të cilët ne i dim se cilët janë, e kanë anatemuar dhe sharë në publik, në media e tjera, e cila ka gjeneruar ndoshta edhe në pjesë të kërcënimeve të pjesës së atyre mbështetësve që ata kanë me ato struktura. Janë prishur shumë fije. Struktura posaçme ka prishur fijet se si punonte në përgjithësi rehatia e oligarkisë shqiptare. Dhe duhet të dish që është bërë një vjedhje aq masive sa që do të duhen 10 struktura të posaçme të merren me një vend kaq të vogël dhe kaq barbar, të cilët kanë vjedhur në mënyrë përbindshme, që do të thotë që nga pjesa që kur kanë qenë ato bashkitë më të zgjeruara, që kur kanë qenë komunat, ai ushqyellsi, lekët aty ushqyellsi janë dhënë 3 herë apo 4 herë, për atë pjesën atë kopshin janë dhënë 3-4 herë, për atë shkollën janë dhënë 3-4 herë, për atë pjesë infrastrukturë janë dhënë 3-4 herë. Tani këto para ku kanë shkuar? Kush ka përfituar nga kryetarët e komunave apo kryetarët e bashkive? Kështu që arrestimi këtyre dhe mënyra se si e këta e shajnë, këta në kupola e grupit të atyre mbështetësve që janë prishur ekuilibrat financiar. Se sot struktura posaçme nuk të falë dhe i shikon. Dhe unë bie dakord me gjithë kërkesat e tia që të shtoj rojet, sepse nuk është vetëm përballja politike, që është shumë e egër. Por kemi dhe një përballje me grupe të caktuara të cilët ata kanë në posedim, kanë arrestime, kanë shumë element kriminal të cilët të jemi edhe të arsyeshëm që struktura posaçme ka punuar dhe ka lëvizur. Nuk po flasim që ne mund të pretendojmë që mund të kemi një kualitet sot, por do na duhet shumë kohë për pjesën e kualitetit. Dhe pjesa tjetër që unë jam i kërcënuar dhe nga politika, patjetër. Zoti Berisha një në javë del edhe e shan. Ilir Meta vazhdon e shan. Këto gjëra normalisht janë kërcënime për atë. Por që këta tani justifikohen, shikoj edhe unë nuk e shaj, thot, po sepse unë e them për mbështetësit, sepse këta e kanë rregulluar kaq bukur atë, ka një nen kushtetuta që deputeti nuk mban përgjegjësi për fjalët që thot. Edhe prandaj Sali Berisha përfiton, prandaj përfitojnë të gjithë këta që shajnë dhe kërcënojnë të gjithë këtë pjesë të strukturës së drejtësisë.